Falenderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamat e rrugës Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë me familjen e tij, me shokët e tij sinqert besnik, edhe mbi të gjitha ata të cilët e pasojnë ditën e gjykimit. Të nderuar, xhamati në këshillën e radhës, besimit i ligjëratave këshilla nga ortakët e këtij ummeti. Jemi në këshillën e radhës të Abu Dharrit radhiyallahu anhu, e cila po ashtu është këshilla e veçantë, e cila këshill na e mundësi edhe me e kuptu gjendjen reale të njeriu në këtë dunjë. Na dimë që Allahu Azza wa Jall e ka kriju krijesën insan si krijesë sociale, krijesë e cila shoqërohet me të tjerët. Andaj njeriu nga natyrshmëria e tij është i shoqërueshëm. Edhe normalisht pak kapi njerëzve për arsye të caktuara që nuk përzihen me njerëz edhe nuk shoqërohen me njerëz. Për arsye të thënie këtij sahabiu të nderuar, na e neve me kuptu drejt se pa shoqëni problemi është me pas sukses. Dhe normalisht na tregon edhe se kur duhet të përzim me njerëz, edhe ka raste që kanë duhet me u vetmu, edhe me u lërgu nga njerëzit, do thot apo shoqërimi i tepër me njerëz. Thot ky sahabi i nderuar, as-sahibu as-salihu khayrun min al-wahda. Thot shoku i mirë është më i mirë se sa vetmia. Wal-wahdatu khayrun min sahibi as-su'. Vetmia është më e mirë se sa shoku i keq. Wa mumli al-khayri khayrun min as-sakit. Ai cili fol mirë, ai cili flet bukur, këshillon është më i mirë se ai cili e hesht, edhe nuk e çet asnjë fjalë. Ose këtu khayrun min mumli al-shar. Ai cili hesht është më i mirë se ai cili fol keq, edhe me të folët i bën shar. Wal amanatu khayrun min al-khatam. Besnikëria është më e vlerë edhe më e mirë se sa vula. Wal khatam khayrun min dhanni su. Dhe vula është më e mirë se sa dyshimi apo paragjykimi. Ky dietar, ky sahabi, normal edhe dietar, njëri mençëm në këtë dije në këtë kursi, na ka treguar do të kishte tre këshilla të veçanta. Po të tregu që në të tre këshilla sillet shoqërimi me njerëz, apo thjesht sillet jeta e njeriu, raport me njeriu. Do të raport krijesë. Ti je krijesë, unë jam krijesë e Zotit xhelaluhu. Dhe normalisht e kemi trajtimin e njerëzve, jemi njerëz, do të bashkëpunojmë me flenë dhe çfarë. Njëri prej dietarëve, apo më mirë të thoni, njëri prej sociologëve të parë në botën islam, ka qenë Ibn Khalduni. Dhe ka një libër Muqaddima Ibn Khaldun dy vëllime. Dhe normalisht bota islame, edhe jo islame, edhe moderne, nuk njeh njëri më të mëshëm në sociologji, se sa Ibn Khalduni. Thot ky dietar, thot el-insanu madaniyun bi tabi'ihi. Njeriu është i shoqërueshëm që nga natyrshmëria që ka falë Allahu Azza wa Jall. Do të thotë insani, njeri nga natyrshmëria që ka falë Allahu Azza wa Jall, që ka kriju, është gati, do të thotë i shoqërueshëm. Dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, al-mu'minu yahlafu wa yuhlaf. Muslimani edhe shoqërohet me dikant, po edhe njerëzit kanë qenë ku shoku i tij muslimani. Thotë la khayra fi man la yahlaf wa la yuhlaf. Nuk ka hajër, nuk ka mirësi të një njeri i cili as nuk din me po shok, po as të cilët nuk kanë qenë me po shok të tij. Andaj, nga natyrshmëria jonë është na jemi krijesë sociale. Na me një tjetrin nesër përpara. Na pa shoqëni nuk mundemi me mri shumë, për shkak se dikush është më të vonë, ai tjetër është më i ditur, ai tjetër është më trem, ai tjetër është më din me muxhin. Nuk e kemi këtë cilësit e shoqënisë të vetëve. Se Zoti s'na kalon këtë cilësit me një person. Se jemi njerëz, nuk kemi të krymë. Kemi të mira, kemi gabime dhe nuk kemi këtë mira që kemi Zoti të vetëve. A dhe dikush është më mirë. Ai tjetër është trim, ai tjetër është i gjinshëm, ai tjetër është i dishëm, do të lidhen bashkë këto cilësi. Edhe kjo është një pritet hajër dhe bereqet nga shoqëria në fjalë. Për arsye dha pejgamberi muslimanit do të është i shoqërueshëm. Tha ki sahabi, as-sahibu salihu khayrun min al-wahda.
shoku i mirë është më i mirë se sa vetmia. Muslimani duhet me qenë vigjilent, edhe duhet me njohë veten. Ajo mund e tip që ndikona prej tjerëve apo nuk jam tip që nuk ndikona. Ajo ma i cili njerëzit përfitojnë nga unë e hajrë apo nuk përfitojnë hajrë. Por të arsye, shoku i mirë është më i mirë se sa vetmia. Se kur je vet, ka mundësi të marrësh shejtani e bën gjëra. Kur je vet, nxit shejtani me mendu keq. Ndërsa kur je me keq shokin e mirë, ka mundësi përfiton diçka nga ai. Ka mundësi të hap mësim, ka mundësi të hap mësim, ka mundësi të hap këshill. Edhe as me pasnejt vet, mos me pasnejt me këto këshilla, këto mësime të gjëmon. Për ta syve pejgamberi kur ka folur për llojin e shoqërive ka thënë shoku i mirë është sikur ai që shlet parfum. Nëse nuk ke mundësi me ble parfum për atë spaku të vjen në mesë me parfum. Ndërsa shoku i keq është sikur se parktari. Edhe nëse nuk digjesh duke shkri hekrin, do thotë ka mundësi me u me zift, edhe ka mundësi me kundurmu erë të keqe për shkak, do thotë punës që ajo. Andaj çdo është mia. Për ta thënë ata kisabi, as-sahibu as-salihu khairun min al-wahda. Shoku i mirë është shumë më i mirë se sa, do thotë, shoku i keq, apo se sa familja fal. Në kodër soi është në thënia e poetit arab, do thotë as-sahibu sahibun. Shoku është tërheqës. Pse tërheqës? Se ka mundësi nëse është i keq, të bën keq, edhe ty të bën keq. Ka mundësi nëse është i mirë, ti e i dopt, ai të bën ty e të mirë, edhe të largon dobësitë thonë nga vetë dhe posmedia. Ka thënë ka thënë Mesra, al-mar'u ala dini khalilihi. Njeriu është në fenë e shokut vet. Andaj le të shikojë se cili për juve se kënd po e merr shok. Nga se një tjetër ka thënë al-mu'minu mir'atul mu'minin. Muslimani është pashkime e muslimanit. Andaj, nëse e kini shok të mirë, edhe e kini shok që të shikon, edhe e kini shok që të kujton të mira, ma mirë është me kalkuar me atë shok se sa me u vetë. Qo vetëmija në shtëpi, apo në kërë për jetë në këptu, apo vetëmija në telefonet dhe gjithë tjera. Nga se për vetëmis nuk ka hajrë nëse e kini shok të mirë cili ta do të mirën edhe të shikon për të mirë. Kjo është faza e parë, do thotë e shoqërisë. Pra, ma mirë është me jetë me një shoqëri se sa me jetë vetë. Nga se shpesh e ka dimë që kur njeri është vetë, ma letë është me bojgjuna. Kur është me një shok të mirë, do thotë largohet me jetë Allah azza wa jall prej mëkatit dhe prej gjunave. Për në mendoni, Allah azza wa jall në ka dhënë shumë shembuj konkret në shoqëri mirë. Për shembull ka urdhëruar Zoti xhallahu ala dhe pejgamberi që imami mos me hadis namazin pa i plotësuar sofën. Nga se nëse në xhami nuk bashkohemi, nëse në xhami nuk i plotësojmë sofat, nëse në xhami nuk jemi me një tjetrin afër, jashtë xhamis në kupë copë me kapesë. S'kena mundësi më afër. Gjithashtu ka treguar që namazi në shtëpi edhe në xhami është dallimi 25 gradë, 27 gradë. Me të kaltu që ti mundi me bëj farzë edhe në shtëpi me farzë drejtë. Edhe ja si me drejtim. Ama në xhami është 23 herë më së bashku, pse? Bashkimi e bën vetë. Me xhamat ndryshe po shkë namazi. Nëse ti s'falesh të shtëpia ka dalë, në xhami ka mundësi të nuk fal kadar se s'ki çora, nëse lidhesh me shkollën. Ose lexon nga imami. Ose fal sipas asaj që falet xhamati. Po ndryshe lidhet namazi në shtëpi, ndryshe në xhami. Pse është kjo? Po shkak se Zoti ta ka bërë me kuptu tyje që me xhamat ka bashkim. Edhe hajra dhe bereqet. Gjithashtu, në Arafat, Allah e ka caktuar Arafatin ditën kohë, ditën ditë. S'ka mundësi të kur në dhomë Allah, Allah, kësë në Arafat me shku, po shkoj nesër, të shkoj nesër, po s'ki Arafat, s'ki haqë. Allah e ka mundësut me kuptu që bashkë është Arafatin. Pasaj Bajramin, pasaj Haji, Ramazani dhe gjithë tjera, krejnë të elemente. Në anë me kuptu që Allahu ka qepë për neve, me bodi këtë bashkë se në bashkim ka bereqet edhe hajrë. Ka për jashtime caktume që të njëri për shkak pushtetit, për shkak anës financiare, e kërin do një punë vetë, me po asë jetë nuk jetu vetë. Se në pasport me jetu vetë, Allah e kishtë donë vetë në gjenet adjemi dhe në hamë. Allah i thasë bëjtë tukë, gjenë thmi, gjama, kljo familje. Se mira shiohet me karokar, me gjemat edhe bashkë, edhe keqja dhe mëzia dhe miklimin largohet ku ka gjemat, edhe ku pa ka Allah edhe kërë gjithë bashkë. Për të nësyrë thakë i sahabi,
sahibul khayri, sahibul khayr khayrun min al-wahda. Shoku I mirë është më I mirë se sa vetmia jote. Pastaj tha, wal wahdatu khayrun min sahibus su. Vetmia është më mirë se sa një shoku I keq. Kanë më mirë është me nejt vetë. Më mirë është me u izolu se sa me nejt me njëri të keq. Mos e hep luksin edhe komoditetin gjithkujt me pi kafe me ty. Kjo nuk është me një masi. Kjo nuk është edhe në pozgjet njerës. Ama me gjithkujt nuk mund të vërim. Me gjithkujt nuk është nuk pjetë kafja. Por të asyjo është një thënje e veçme, edhe sërë të përdorën edhe në përdorën. Nuk është më rëndësini që ka I tupim, më rëndësi është me punje tupim. Ka nërë një gotë uje e me dikon, po të vjenë sukur mjollë me mi. Ka nërë mjollë të hatë me dikon, po dhe më lufi një javë. Se dhe është ullje të ullin ma ato të aprish tjetër, të aprish ditën. Edhe mos e leme të aprish ditën kur kush me lafa ma vetë të vota. Mos e leme të aprish për e qekin njën kur kush. Dhe do të nuk është me një masi, nuk është me zgjerë me kërmull, po është komoditet fetar, që është e patje të usushme me rujt në nderin tonë edhe në lutimonit tonë. Ka pas njëtë shumë qërë me lejme o bëjmë në sudim. Njëri për I gjëmati ka unë uo gjimati. Në I Amerit ka dhalu për kjerë, atë bërri pak me muë, I ka po të bëjnë I pyqe, si të adrishë gjëmati, si të bëjsh përgjigje, ta e besin që përmajnë me ty. Të qka, a mund të me ndollë tjilë në mund tjilë, vërgjë që sura mësë hecë, ka mësë, ka mësë. Ka pas njerë që I ndollë shumë ulemat djetarë. Mirë për nuk taku shdo 4-5 jetë, a I qiri nuk taku ma ato vesh naqë. Për shkak se e ka një lirë, kohës edhe s'ka pas qenë me quku. Paraman në të kohë, ju në rujtën, mos me po gjuna. Po në ketë kohë, a ka të bimë tonë që s'mi e duke në përgojnë? A ka të bimë tonë që nuk lekohet shpitja për të gjenë? A ka të bimë tonë që s'ka boni në fa kujta? Gjema një të bimë sotë. Unë s'ka fa moni zëllu. Po me Amerika thonë ka marrë një zamanë që pasuria ma dhe muslimani kanë me qenë deget e ti. Pse deget? Thot I blenë të deget, I shonë kodra që lera në kujë, I shonë në rëvë, këtë në deget. Deget a bëra, a I bërë. Ma mi me deget bërë, se ma qëtë se ma kësha ma mirë në gjuna, se sa me I ma njështë dhe përgojë dhe me një gjuna, me njështë dhe në dëfër me një gjuna. Qështu është duhet feja? Për para njështë ka një kodrë, ka një atun, ka quka o gjëma. Pse me rujt feja? Për para njështë dhe migrushën të distancu. Pse? Marë më lafës, dojë këtë ma prishve, të më po feja është marë shtë e të vëzë të dhe. Sot jetë I 25, sot të më njëzë të lishoj. Ama feja në kërë pazar, I ashko. Ka pas parime, për të arsye sot për pas 1470 djetëve, pjalizoj në fjallën të të. Pjalizoj fjallën zë, kalon nëm fjallën ati, puna ati, historia ka shkuj. Për të arsye dhe e wahdetu, khajru min sahibu su. Mami ka në është me nejtë vetë, se sa më është me njështë të këqi. Edhe me një shok keqë I cili të aprish ditën, të aprish zemër me mendimet qia. Pa në mendoni që I ka mesë të ndurë gjëmatë. Sa herë ka orë dhe kush I ka slejt, ka sirë blajnë për filane. Ja Rasulullah filani buni kështu. Ja Rasulullah filani tha kështu të unë shuj. Po më është në vërtet, ja Rasulullah, këtë dhe më. S'po du me prish mendimin e mirë për du më njëqë. S'po du me ndu keqë, kur të takoj filanin, hajlanin të me dojë faqe parati. Jo si të ulla ta më një. Me rëmë menë, unë e përpi kafe me këto kishe kështë në përgjë. Unë e përpi kafe me këto kima kishë në këtë kurë. S'kena varë në në këto. Leja ku Zotit. Se më marë me këtë punë, bëhet kaos, në të shpia bëhet kaos, bëhet kaos familje, shoshëria të shumë. Leja punë duhet Zotit, Allah. Unë e përdu me dalë me sësirin me zemër pasër. Shka fola I për mu, shka konë. Allah I lakapë. Këshirë që shka me shku punë dy zënë, dhe që shka me shku punë të barë. Për të asyje, nëse e shëpë që e shuki që t'je ki janë, po t'sjel të qia, po t'a mund zemër, po t'jem energji negative, s'po të nëzit për mund mira, ma mirë la vajtë t'arkive, ose ishë mësë më të ku. Kur lejor më të ku me shukin e keqë? Kur ti e shumë I pjekë më fetarisht, e ki personalitetin e fund edhe jem dikuës. Nëse ka mundësime në dikuti taj, atër e rrimë ato, se e përmison. Mirë, por nëse ti rrimë to dhe shkatrojshme, mos u bonë së kurse qiri I bonë drejt tjerëve, ama gjekë tjerëve. Nësë këna arke të një, asë nuj me gjekë tjetër për një tjetër. Unë e të vetë më shumë se popën e mund, pra shumë sotin e mund. A dhe mos e të rëpë për konë, ti më bukur më për atë. Se si të kena me inge së varë, dhe se si të kena me dojë, para Allah dhe zërgjën me të rëpë. Pasaj tha, o mëbli në khejri me sakit, a I cili folë mirë është më I mirë sa I cili heshtë. Ka njerë, du njerës, dim planet për biznes, dim planet jetës, dim qila.
për shumë dhe ka dukush një mos ma veshë një problem, dim me bu hajrë. Po i konvenon situata, pse filani së të kull me filanin, e din që mundit me ndresh po heshtë. Kjo është shejtan me mes. Pse heshtë? Më konvenon mua për në meni shumë për gjenjë me së të të. Ama ka mos i meni fjallë, se njësë e kanë atrin, njësë të ojnë nuk kull validje, ka mos i me ndresh mua veni po heshtë, për shkak se i konvenon stohë. Kjo është shejtan me mes në stanë. Ose e duke kanë të në bëhe. Ky njeri ka mundësi me bu hajt me këshimreve. Për shembull, njëri është të të qenë një biznis. Edhe ka dikush me njerëz që të ka fare sot për shembull. Ka dikush me njerëz që ka inteligencë. Edhe çka ta vesh në të kallzoni plan. Tash nuk do të çel për shembull në biznes mbretëri. Ai çetri mujësi, shkaponiure. Edhe ky është mezhlisa dhe edhe ka tu ide. Po thas po foli se na është ka sukses atë në jetë më. Të na kisë ma dini problem. Kitu në foli. Se ka mësi që kja folme, a i ka me jesë më bora, pa ma se bërë të më ta vitu në dhe qëki. Qëka të kushton vlau ty, më konë ojë i sukseshëm, më konë vlau i sukseshëm. Më konë kushjerë, qëka të kushton tyje? Pse me pasë në zi? Apo ja di vlau menin, apo di më për më hezë vlau për bora, po sërë të më të gjemë, shka punë është ju dhe të është jemi. Hezë vlau për bora, njële i mirë për grajë. Ji me i din. Pra të sëta kësa bi, a i cili di me full mirë, është ma i mirë sa i cili heshtë, e drejta ka problemohet në çështje fetare. Kjo është alo marrë. Për shembull, dukush e vetë meselë, s'ka mos meselë bashkëkohore. Trejnë që për lëvizime të mëdha, ka meselë të reja. Edhe din meselën mirë, e ka dëgjuar mirë, po problemi ka qenë me rrugë drejt mërgjisë më të madh. Ta ka të prezente, s'ka folë, se ka ma vjerë të thonë. E rrugë të kujt ballon. Po ti ka mos i ti më kon hajr, çelsi hajrin, e këta njerëz mos më rëshit, ama ki heshti. Edhe njerëz që kanë pushim se kanë mos të problem. Pse të folë? Pas ma dhe kur lirë dhe 4 vetër, dhe rrugë me një dubi më të madh, kur mirën ja 15 vetë, po në bravo filan me kështë ta. E kish mojë me çka pa hoxha të mua. Ti apo me të rrejë shumë blok njerëzit me thonë bravo, apo do të avojnë me mu se për njerëzit me shumë të mizjore. Pasaj tha ki sahabi, wasakitu khayrun min mubli sharr. Ai cili hesh është më i mirë se ai cili fol keq. A po din vetën që e urren filanin. A po din vetën që kuaj vetë mësu me bolon. A po din vetën që kur si mësu mi thon një punës puna marr. Kur si mësu mi thon punës mirë bravo. Se valla fol keq, çka të shpim me fol keq. Po ja me filanin s'po më puni parë. Loj. Ana kena nuk kena lidh të vërtetën hapi me persona caktuar. Na nuk kena lidh të them për filan hoxhën. Tash një moshë ka bu, kejtë o zëllam në shtimin e të sa, njoj ka bu tash islami me fejtë shka ka feja vaj qaj, a i qotë shka ka feja vaj. Shka më është një pasër, pi veprave që të ishme ka dhe në dhe të fërshëvarve, shka ka bu tash islami. Ma me të putu i fi falje zoti, qaj e hoxha ka bu, laj. Andaj, kjo feja është e bukur, është e përsosu. Dhe, kur e din vetën që së mund është mundalë, kur e din vetën që së mund është me folë mirë, s'mur është me pravu të vërtetën që filana është të sukseshëm, ma mi është të dhe nefësën e di që nuk është lërë, po sa orë, vile kesh më s'fojë. Se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Ai i cili beson Allahun azza wa jalla, edhe ditën e gjykimit, ose në të folë mirë, ose në të heshte, ma mirë me heshtë. Pra ai i cili fol keq, bon keq, të allaje ka se vapë nëse të rusë në të popullit edhe nëse në qëtë pojë. Bolë për të me kesh filanë pas së përmojnë se të përmojnë mirë. Së përmojnë poja, e që përmojnë pojeshtë. Shtryve nefëse. Se bozën tjetër për shketë sabër që e kimo. Për shketë jeshe që e kimo. Keme marë se vapë për Allah pas e voqenë. Për asyre të apunët marë në kimin. Nëse të forurit është argjend, heshtja është altan, është ari. Sa njeri ka foli, ka thonë, me pas ditë s'kisha foli. Sekundi që po që ka që modhe, sekundi që fjole e me pas ka pesë s'kisha folë. Për të asyje, me ndohë mirë para se me folë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ose ka nafas me time, të cëra ka thonë që në bosh hadith, ka thonë muslimani, fjole e ka mendje në zemë. Nëherë e përpëron zemra, pastaj e përpëron mendja dhe qëton, pastaj e qëtë gjuha. Munafiki ka ma shumë fjole të sa thonë. A kiti pa njerës që mojnë shumë gjuhë, veç gjuhë. Në për mëgjlisë, fusë në të s'po. Ku që akëshysh ka përmogin, me një vitet barë, mirë zonë mi, ka zonë të kimu 50 vjetë, 70, 60, qka ma në ndërmi që kimu është një
Hajde të shpijë muaj, për ka të në qëpik muaj, hajde të zona. Që për një këtë shruj? Njo, Allah së putit. Që të mua veqe e të muaj, së kulera, së kulera? Që ka ki muaj, që ka ti? Muslimoni i gërëshëm, ka artës me time, është ai cili pak folja më shumë. Allah po u jam punë me dëshmon puni pore. Po punë me dëshmon me vepër i pore, apo me fol pa fol. Me posi si ti ja kthy momentin. Me posi si ti ja kthy fjalën. Na do të me punë me këtë minutë. Do të ishte dirë tunë, gjepa një pa 15 doa, një marrë dhe veç laj. Kjo punë e mirë, punë e njëse dhe prapa. Islami nuk në ka thirë neve më usirë në gjami. Islami ka thonën, që ka më zotin, kur falët namazën që nuasa në këtë jashtë. Ku me shkuosa? Kejt me punu. I madhe i kokës. Islami do për njëre që andem. Por nëse ka thonë, aja e cile i qëtë. Lek dukuna është ma mirë sa e cile e përmën lek. Kjo është ma mirë se kjo. Kjo edhe mënyrë, kjo pratik është mënal, po edhe mënyrë fedor është mënal sa e që e zbadorën edhe lëndim. Këto e ka përmëhu Islamin, edhe e ka përmëhu 23 jetave për Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për arsye tha, mu mli u sherri, do thot ai cili hesh është më i mirë se ai cili do thot fol keq dhe mosha. Wal amanatu khayrun min al khatam. Emaneti është më i mirë se sa hula. Wal amana wal khatam khayrun min sultan. Nësa hula është më i mirë se sa emaneti. Emaneti dhe kuptoni krejt. Çka është përshëndet hula? Nuk është përshëndet hula që i mshon në dokumentave. Përshëndet është hula kalumë të rruga që ma në tonë e Pejgamberit edhe sahabëve, kur dikush i ka besu dikuna, për me ka besu si Allah, për shkakun e ka thonë që 5.000 frank ose 2.000 euro çoja zekat, shpërdoja para, që letër e ka. Ose çoja filoni, pa e pështjell me zak. Sa i thonë amanet, po ta lo amanetin në dorë, ty të besoj, çoja amanetin me. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah i obligon, i urdhon që amanetin mi aqun vend atyre që ta kalon dikush amanet e qënë. Kjo është amanet, ta jetë pasar, pa shqyple, edhe e din që ti, edhe ja qënë vend, edhe nuk janë dronë, koston qënimin, edhe nuk e përhap në esë njërë. Shama me gavon dikush që qëja 800 frank filane, 1.000 frank filane, 800 frank filane, a i të jetë parë të dorë pasar, edhe e din që se prejkë në kutika se do në tonë, e din që si janë dronë, edhe e të nuk e përhap në esë njërë. Kjo është amanet. Ndërsa ka thonë kjo sahabi, wal khatemu, nëse ky dyshim, atër më mirë është me istin zjarë se në zarë, se sa me pas para gjëkim për kohën tonë. Qy zarë, ka thonë djetarët për para të kalumën. Kur dikush e ka qënë të kuna një pare, ose një letër caktume, nëse nuk i ka besu 100%, edhe nuk ka pas pak dyshim që filoni se më dhafin, ose e kesh përdor, e ka bojnë një zarë edhe e ka mështelë, ose e ka njërë me pej zafin, e ka shti mrenda parë në shaka pas, edhe e ka mështelë edhe e ka qu mesaj për filoni, të ka unë dorë qojë. Këj vjen kate bullë, do të se besimi nuk është aman të filoni. E ka thonë djetarët kur filonit si beson, edhe kur kjyrë dyshimet të ajtë, ma mirë më shekin starë dyshimet, edhe ndoja ka po apë i kësa i punë. Nga orë interesant, që këtë mesele, kur e kanë spegulli, ama ja kanë spegulli për një shemë këtë kohë. Shfa shemë për para me du të varë, me të doa venë në kohë kiamet, ta është për derë në kohë, kur da në shpijet për njërë jenë të të varë në. Edhe ka thonë e muaj, që që spegulli me që këtë rasë kone e sahabile, ka thonë nëse jetë tip para gjikus, nëse jetë tip që ashtu tipin e killosh, edhe bota shta, edhe nëse jetë që si tipi që kinohë probleme, nëse edhe ndonë të varë, edhe lem ka beqik, atër ma mirë është me ndonë të varë, mësë nuk ka beqik, se sa ta njëtën me shku me para gjipime. Për shembo, ki njëtën caktume, e kini të blorë, një që kishë kipis vizërës, ki të senet mire dhe shpia. E tash e kilon të varë, nëse me posë shumë, s'me të varë, pasin e në ka beqik, edhe ku gjemë puna të hukë një dishka. Të shpia, nëse je ki tipin Allah o pratë, se fillon me para gjipu, mos pa ka marë gjeritovë, mos pa ka marë në zërmovë, mos pa ka marë lovi, ma mirë lovë blokoj edhe me hekra, me tela dhe mos e qajkohën. Asë mos e shtim gjuna njërin, asë mos e në gjuna për vetë. Po nëse e shef jetën që i beson, atër e leje ka bishikin edhe leje të tjene qëtë. Në të asyë thërë ki sahabi, el-emanetu khayru min al-khatm. Besimi të një tjetër është më i mirë se sa pula. Çka ke pula? Me shtin zarf se s'pëpiqer me di çka konton, sa fare janë, çka ka dhënë mesazh për. Ndërsa kur i beson të puna blanko, në të bardhën,
ja po që është qëja 500 euro, ja qëna dhe u prikë mesele, se e din se kesh përdojrë, nuk kesh përlidh. Ndërsa thot, uel khatmu khajrum në gajnësu. Thot, dhe futja në zarf e dhuratës e dijes, është ma mirë se sa para gjykimit. Pse para gjykimit? Se para gjykimit është për gjunave të mdoja. Allah ka thonë, po ju që keni besu, i qiteni mu këthira me në fanë, i në baka fanë i gjithë. Lërgohën nga para gjykimit, nga se para gjykimit është për njështë ma madhe, e këtë dhe bull hadith. Andaj mos është një veçën gjuna, mos i mërë njëzën qafë, me një pas e bepët, mos e bon të me mirë, ma mirë, një se bepët. Në shtevoj e mirë, se sa mi adhonë të bardhën, mi adhonë të përshqyqare, e pastaj me i dhonë një që para gjykime. Thot populli, i kise rapit, edhe mos i gjuna me vetë në asme në tjene. E lusë në të madhë që Allah në bëjt të kuptojmë që jemi këtje sociale, e lusë në të madhë që në kuptojmë që vetë mujtimi me i bukë të ndoja, ashtë është një kajre, e lusë në të që në kuptojmë që ka njëherë izolimi dhe vetëmija është ma mirë se sa dalja shpesh me njerës, po kjo këthejet e se cili person. Se pejgamberi ka thonë, njëri ma i mirë është e cili përzijet me njerëzit edhe bënsarë. Kja i shumë i fure, a që një nga hore, ki pak e në nëshmonë, strupët, bënsarë pra mos të kohët. Ma i mirë sa i cili izolohet dhe thotë, njerëzit ju prish, s'ka mujë me nejt me njerëzit. Ata ne kemi nevojë me një tjetërin, kemi nevojë me ambutë me një tjetërin, kemi nevojë me thonë njojnë e i gavim e ki, përmisohu se të du të mirën, edhe kështu jesë një përbora, normalisht që se i kuptojnë drejt porosin, edhe të Koranin, edhe Sunetin, po edhe sahabëve të pejgamberit alayhis salam. Allahu na dhasë që jetë në shoqërinë tonë, na qoftë të takojmë një qetin, ta ndihmojmë ata në programin e tjetër. Zotit e mëshirit, walhamdulillahi rabbil alamin.